nuk janë brëndësi të gjërave, por këta që kanë ardhur nga Amerika kanë ardhur një kamzhik i madh për spakun. Një kamzhik shumë i fuqishëm për spionët e sigurimit shtetit që janë në SPAK dhe për kryetarin e SPAK-ut, që duhet të thras mendin si kemi thënë me kohë. Ai është vegle e tyre deri tani. Dumani është vegle e tyre. E pas ka thënë mirë me ta, megjithëse është tjetër hajdu të gangster ai. Po këtë përcaktimin e këtij Dumani ja pas ka bërë mirë. Avokat, shikoj një ndryshim të retorikës, ndryshe nga biseda që kemi bërë më parë. I pakënaqur me SPAK-un. Patjetër jam i pakënaqur. Çfarë pret SPAK-u që ta arrestoi? Se kuptoj fare. Dhe të thotë shqiptarëve, unë jam budalla, nuk e kuptoj, dakord. Të thotë të zgjuarve. Përse nuk bën arrestime, çka ka? Kush ka mbetur jashtë, sepse SPAK-u justifikohet, Berishën e morën në hetim, në arrest shtëpie, Metan brenda, Velia Jo, me Berishën tallen ata edhe shloja që po bën bashkë me Ramën dhe me SPAK-un për ta mbajtur gjithë jetën në gjyq me akuza nga më të ndryshmet, me një akuzë, po duke thirrur 100 e sa dëshmitar, domethënë ta kalojnë në kalendat greke, me këtë tallen. Zotërim, jam jurist. Dhe unë di që Sali Berisha ka përgjegjësi të jashtëzakonshme penale direkte për pasurinë e shqiptarëve. Ku e çoi se nuk ka nevojë për dëshmitar firmat që ka hedhur për të prishur uzinat e fabrikat. Pra që ta akuzoi Sali Berisha në mos tallet. Ndërsa lidhur me SPAK-un, SPAK-u zotri u komandoka nga Edi Rama dhe ne nuk e dinim. Ne mendojmë që SPAK-un, duke ditur që SPAK-un e paguarin dhe e ngritën amerikanët me dorë që do bënte detyrën për cilën është ngarkuar. Jo, SPAK-u po hesht. Dhe SPAK-u është bashkë përgjegjës për këtë situatë kriminale që po mbretëron në Shqipëri. Për këtë arsye ju mendoni që ka ardhur delegacioni nga Shtetet e Bashkuara? Patjetër, janë detyruar të vinë me këmbë. Të vinë këtu dhe t'i thonë të vëmë gjërat për vend, se këto e presin ne, unë këtë prisja dhe shqyr erdhën. Dhe tani që erdhën. Kanë ardhur me ndonjë listë apo thjesht me fjalë? Jo, ata s'kanë ardhur për të bërë xhiro në Shqipëri. Ata kanë ardhur për të bërë pikat mbi i. Sepse Amerika nuk është shtet mafioz dhe nuk është shtet komunist që sot ta mohoj nesër. Amerika është shtet serios dhe planet për Shqipëri janë bërë këtu 100 vjet përpara. Dhe Amerika ka ardhur aty që të vërë situatën, të vërë drejtësinë në punë. Dhe unë pres nga sot, nesër pas nesër, edhe në ditët në vijim pres arrestimet e domosdoshme, se ne i quajmë të bujshme. Si janë të bujshme, jo, të bujshme do jenë kur të vend 1800 ca deputet të vend përgjigjen para drejtësisë. Kur tu shtetëzohet pronat e vjedhura, resortet, vilat, pallate, çfarë kanë bërë, çfarë kanë vjedhur. Është skandaloze gjendja në Shqipëri mo. Çfarë bëjnë këta që e quajnë veten demokrat dhe që e quajnë veten avdetar? Turp të vi. Turp të vi vend pas brekëve të Sali Berishës. Turp të vi, pasin faqen e zezë. Avokat, tani ne kemi 4 pushtete. Tani edhe ju i dini mirë, ekzekutivi, legislativi, gjyqësori, është edhe media, gazetarët. Ju nga mendoni që do nis kjo pjesa e dytë mas kamxhikut amerikan? Nga drejtësia. Nga brenda? Nga brenda, patjetër. Drejtësia, jo nga brenda. Brenda jashtë drejtësia është një. Drejtësia duhet të marrë ligjin në dorë dhe të zbatojnë ligjin. Prokuroria dhe gjykata të zbatojnë ligjin. Të mos tallen e akuzojnë Sali Berishën për një 5 metër katror që ka marrë te Partizani, te klubi Partizani që ajo, edhe të thresë edhe nga 200 dëshmitarë. Pse kështu do bëhet gjyqja zotëri? Jo, zotëri, jo. Jo, zotëri, jo. Sali Berisha ka përgjegjësi të jashtëzakonshme. Sali Berisha është armiku që më i madh dhe më i poshtë nga Enver Hoxha për shqiptarët, se mashtroi dhe mashtron akoma dhe sot e kësaj dite dhe del ka patrupsinë dhe shkon në për televizion dhe thot mua më bodhën votat. More pa fytyrë. Po kur ti e ke në statut që unë duhet të dorëzosh pushtetin, të dorëzosh partinë, pse nuk e dorëzon? Ç'ke? Me këtë tallesh. Dhe si u duhet me çfarë syve faqe ke del para qytetarëve shqiptar, ti zotëri dhe thua jam demokrat. Qa demokrati e ti mo? Ti je më Pinochet se Pinocheti. Ti Sali Berisha, je më komunist dhe më Pinochet se Pinocheti. Ose këta të Khmer të kuq. Ti je si
krerët e Khmerëve të kuq në Kambodgja që vranë 1 milion e ca njerëz. Ti s'ke mundësi, se të kishe mundësi dhe këtë do ta bëje. Do t'i zhduke të tërë kundërshtarët e tu. Avokat, po ai thot mua s'po ma kërkon njëri nga brenda dorëheqje nga partia.